Hoxh, çfarë pyetjesh bëhen tek varri? Dhe a janë me lajket dhe shejtanët aty së bashku me mua në varr? Në varr, çdo njeriu do t'i bëhen 3 pyetje. Çdo njeri do të pyetet: kush është Zoti yt? Cila është feja jote? Kush është pejgamberi yt? Përgjigjja e këtyre 3 pyetjeve është: Zoti im është Allahu. Feja ime është Islami. Profeti im është Muhamedi, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Këtyre 3 pyetjeve do t'i përgjigjet çdo njeri i cili e ka adhuruar Allahun e lartësuar një të vetëm, pa i bërë atij shok në adhurim. Ka besuar dhe ka pasuar profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Ka jetuar sipas mësimeve që na i ka mësuar Muhamedi alayhis salam. Ka vepruar vepra të mira. Ky njeri do të ketë mundësi t'i përgjigjet këtyre 3 pyetjeve. Dhe për këtë, mbasi përfundojnë këto 3 pyetje, do të ketë kënaqësi pafund. Aty nis kënaqësia qysh në jetën e varrit. Dhe më pas do të hyjnë, pra kur ndodh ringjallja, do të hyjnë në xhennet. Ndërsa ai njeri i cili nuk e ka besuar Allahun, nuk e ka besuar profetin Muhammed, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të, ka vepruar vepra të këqija, ka vepruar vepra të cilat bien ndesh me urdhrat e Allahut lartësuar, nuk do të ketë mundësi t'i përgjigjet këtyre pyetjeve. Dhe qysh aty, madje edhe më parë, qysh kur i merret shpirti, nis përjetimi i dënimit. Dhe në botën tjetër e pret zjarri i xhehenemit, Allahu na ruajt. Ndërsa ata që i bëjnë këto 3 pyetje janë me lajket dhe jo shejtanët. Zoti ju rujt.